Tremujori i parë i vitit 2026 ka sjellë një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve në disa prej monumenteve më të rëndësishme historike të Durrësit. Gjatë kësaj periudhe, tora veneciane është parë nga afër nga rreth 900 persona, ndërsa amfiteatri Romak i Durrësit ka pritur mbi 2000 vizitorë. Specialista e qendrës muzeore Ina Ajazi thekson se interesi për këto objekte mbetet I lartë. Këto monumente janë shumë tërheqëse për vizitorët, sepse në kullën veneciane ato kanë mundësi vizitorët që nëpërmjet programit multimedial të shikojnë historikun e qytetit të Durrësit, dhe në amfiteatrin e qytetit të Durrësit ato kanë mundësi që të shikojnë dy periudha të ndryshme kohore, siç është periudha bizantine dhe periudha romake. Zhvillimet dhe tensionet në lindjen e mesme pritet të ndikojnë pozitivisht në turizmin në Shqipëri dhe në vendet e rajonit, të cilat perceptohen gjithnjë më shumë si destinacione të sigurta për turistët e huaj. Se kriza në lindjen e mesme e ka bërë jo vetëm Shqipërinë, por pjesën e Ballkanit më të rejse për vizitorët. Specialistët e turizmit theksojnë se kjo përbën një mundësi të mirë për promovimin e mëtejshëm të trashëgimisë kulturore dhe për zgjatjen e sezonit turistik përtej muajve të verës. Ndërkohë, Ministria e Turizmit bën me dije se gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, më shumë se 92.000 vizitorë vendas dhe të huaj vizituan institucionet dhe qendrat tona kulturore. Një rritje kjo prej 81% krahasuar me vitin 2023. 5 sitet më të vizituara kanë qenë Parku Arkeologjik I Kalas Shkodër, Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Krujë, Kalaja e Gjirokastrës, Parku Kombëtar I Butrintit dhe Shtëpia me Gjethe në Tiranë.